për shkak të urtësisë së madhe, është quajtur Lukmani këtij ummeti. Ju e dini se në Kur'an ka një kapitull me emrin Lukman, në të cilën trajtohet urtarit që ka jetuar shekuj para nesh, Lukmani, dhe për nga urtësia, për nga dituria e thellë, ky burr i madh, Hatimi, është krahasuar me Lukmanin. Ai, siç ka thënë Imam Dhahabiu, është shembulli i një modeli të duhur të asketizmit, nga se siç kemi vënë re më vonë, pas kohës së brezave të parë, janë shfaqur forma të shthurura të asketizmit, të cilat janë kombinuar me idet huaja dhe përpasoj kemi dëgjuar, kemi lexuar për koncepte që më së paku kanë bëjnë me Islamin. Janë absolutisht forma të refuzuara të asketizmit, janë forma të gabuara që ndonjëherë madje edhe kalojnë në herezi. Prandaj shembulli i dietarit ton, i asketit ton, i urtarit ton, i Hatimit, është një shembull që ja vlen përvetësohet dhe të cilin madje e kanë preferuar edhe dietarë të mëdhenj. Hatimin e ka vizituar edhe Imam Ahmedi dhe madje edhe nga fjalët e tij, nga këshillat e tij, ka marrë këshille që janë vërtet për të marrë dhe për të vlerësuar. Hatimi